që u thanë dhe as t'ju mbaj gjatë me fjalën time, dua vetëm të kthehem një çast në një moment retrospektiv për të prekur pastaj sa më shkurt disa pika të rëndësishme për sot dhe për nesër. Momenti retrospektiv është momenti kur rektori i universitetit më është drejtuar me një sens urgjence dhe paniku, do thosha, për shkak të rënjes së numrit studentëve dhe domosdoshmërisë për të mundësuar që universiteti të mos mbetej pa student. Dhe praktikisht më ka kërkuar që të mbështes idenë e uljes së mëtejshme të mesatares së pranimit në këtë universitet. Pra faktikisht të shkonim në një drejtim që do të sillte mbase në këtë territor kaq të rëndësishëm për zhvillimin e vendit më shumë njerëz, por që do të komprometonte totalisht cilësinë e burimeve njerëzore në dispozicion të zhvillimit të vendit në një sektor jetik si bujqësia dhe në një fush kaq komplekse sa zhvillimi rural. Dhe unë i thash rektorit që ne duhet të shkojmë në të kundërtën. Duhet të synojmë që t'i japim universitetit markën e ekselencës dhe ta bëjmë tërheqës duke i frymzuar vajzat dhe djemtë që duan të hapin perspektivën e arsimit lartë për veten e tyre, përmes një mundësie të re, një mundësie që t'u jap atyre forcën e dijes për të qenë të nevojshëm për vendin, po për të qenë nevojshëm edhe kudo qoftë tjetër që ata do duan të provojnë veten. Dhe kështu lindi ideja për të shkuar së bashku me ministren në atë kohë dhe me zëvendësrektoren dhe një grup si një delegacion në dyert e Universitetit Boku, ku njohëm të ditëlindurin e sotëm Hubertin, që jemi në garë me bardhin se kush e do më shumë, sepse para mbledhjes e lam që lule do epja unë, po bardhi duke qenë se foli para meje, përfitoi nga radha për t'ia dhënë lulet vetë. Dhe e kujtoj gjithmonë edhe moment sepse realisht Huberti ishte i tronditur edhe pak i zverdhur në portret, duke parë kryeministrin e një vendi së bashku me rektorin e Universitetit Bujqësor që i mësynin në derë. Dhe si që tha vetë, i pari kryeministër që vjen deri në universitetit, mbas 100 e ca vitesh jetë universitetit dhe më shumë se 100 e ca. Dhe për më tërë pastaj kryeministri i Shqipërisë me një grup shqiptarësh të njohur përgjithsisht si emigrant që mund të kërkonin edhe azil politik në Universitetin e Vienës. Dhe kështu filloi bashkëpunimi që sot ka sjell një situatë optimizmi, që sot, që është vetëm fillimi,
ka rezultuar me 20% plus student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ullur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dytë universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re për vajzat dhe djemt e sotëm dhe ka krijuar premisat për ta parë të nesërmen në këtë fushë që pavarësisht të gjitha zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike dhe pavarësisht profesioneve deri sot të lakmuara, faktikisht do të jetë gjithnjë më shumë një fushë kaq jetike sa vlerësimi për njerëzit që do të punojnë në këtë fushë do të vi vetëm duke u rritur edhe në aspektin financiar.